Personat që hanë shalqin urgjent duhet ta dëgjojnë këtë, do ngeleni pa fjalë. Shalqini është një nga frutat më të lëngshëm dhe më të shëndetshëm për organizmin. Ai është jashtëzakonisht i pasur me vitamina, minerale dhe fibra. Përfitimet që njeriu merr nga shalqini janë vërtet të mëdha. Në këtë video, sipas Eating-Well, do të rëndisim vlerat e shalqinit dhe përfitimet kryesore që do të merrni pas konsumit të tij. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Shalqinin mund ta përfshini në sallata të ndryshme ose e shoqëruar sipas dëshirës. Sipas ekspertëve, shalqini është i mirë për shëndetin tuaj të zemrës. Shalqini është i pasur kryesisht me aminoacide të cilat do ta ulin tensionin e gjakut. Shëndeti juaj i zemrës do të përmirësohet ndjeshëm me shtimin e shalqinit në menunën tuaj ditore, pasi fal antioksidantëve të cilët përmban, do të reduktojnë gjithashtu problemet të atakut në zemër. Shalqini është i mirë për mbrojtjen e shëndetit të gjymtyrëve. Shalqini përmban pigmente natyrale të cilat luftojnë inflamacionin e gjymtyrëve. Disa studime të cilave u referohemi thonë se falë konsumit të shalqinit, njerëzit janë më pak të prekur nga reumatizma, gjithashtu problemet e artritit. Shalqini është i pasur me nivele të larta të antioksidantëve. Ngjyra e kuqe e shalqinit ia atribuohet kryesisht likopenit, një antioksidant shumë i rëndësishëm për organizmin, i cili do të ulë riskun e problemeve të radikaleve të lira ose diabetit. Shalqini përmban likopen më shumë se domatet dhe çdo perime tjetër. Shalqini është i mirë në mbrojtjen e shëndetit tuaj të lëkurës. Ngrënia e shalqinit shërben si një mburojë për shëndetin e lëkurës. Antioksidanti likopen që gjendet kryesisht tek shalqini do të japë rezultate fantastike në mbrojtjen e shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Ndaj, nëse doni të merrni përfitimet për shëndetin tuaj, shalqini duhet të jetë një nga përzgjedhjet më të mira ushqyese në dietën tuaj ditore. Shalqini është i mirë për shëndetin tuaj të syve. Një racion me shalqin do të plotësojë rreth 30% të nevojës tuaj ditore për vitaminën A, e cila është thelbësore gjithashtu për shëndetin tuaj të syve. Do të lehtësojë komplikacionet dhe do të rrisë mbrojtjen më të mirë të organizmit. Shalqini mund të konsumohet edhe për një hidratim më të mirë të shëndetit. Sipas të dhënave të Eating-Well, 92% e përmbajtjes së shalqinit është ujë, ndaj ky frut është ideal gjithashtu për hidratimin më të mirë të organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Shtimi i shalqinit në vaktet tuaja ditore do të përkthehet si një mburojë mjaft e mirë e shëndetit dhe do të lehtësoni komplikacionet në mënyrë të rregullt. Shalqini është shumë i mirë për shëndetin tuaj të lëkurës. Vitamina A, vitamina B6 dhe vitamina C që gjenden me shumicë te shalqini do të ndihmojnë dukshëm në mbajtjen e një lëkure të butë, gjithashtu edhe më të shëndetshme. Shalqini i konsumuar në bazat tuaja ditore do të rrisë gjithashtu nivelin tuaj të energjisë. Uji, antioksidantët dhe aminoacidet që gjenden te shalqini e bëjnë atë ideal për njerëzit të cilët kryejnë gjithashtu aktivitete të caktuara fizike. Shalqini përmban nivele të mira të kaliumit, një mineral që ushqen muskujt dhe garanton më shumë energji. Shtimi i shalqinit në vaktet tuaja ditore do të përkthehet gjithashtu në një mburojë më të mirë të shëndetit dhe do të lehtësojë komplikacionet. Nëse doni të keni një tretje më të shëndetshme dhe të evitoni problemet, atëherë shtimi i shalqinit në vaktet tuaja ditore është gjëja më e mirë që mund të bëni. Njerëzit të cilët të vuajnë kryesisht edhe nga problemet e kolitit nuk duhet t'i thonë jo konsumit të shalqinit, sepse është një nga frutat e më të lehta për t'u tretur. Shalqini është i butë për organizmin dhe si i tillë mund të luajë një rol të mirë për shëndetin e stomakut, duke reduktuar kështu komplikacionet dhe duke sjellë rezultate më të mira ushqyese për organizmin tuaj. Ekspertët thonë se shalqini është i mirë për shëndetin dhe një i rritur duhet ta ketë pjesë përbërëse të dietave të tij. Kështu rezultatet më të mira për shëndetin do të jenë gjithashtu edhe më të larmishme.
A e dini se shalqini përmban vetëm 46 kalori për çdo filxhan? Shalqini është i mbushur gjithashtu me elemente të mira ushqyese dhe do të lehtësojë komplikacionet të organizmit. Ai përmban vitamina minerale që sigurojnë edhe një mburojë më të mirë, gjithashtu përmban edhe elektrolite të tilla si kaliumi. Shalqini është i pasur me acide yndyrore omega-3, vitamina A, hekur, bakër, magnez dhe nivele të mira të kaliumit. Pjesën më të madhe të shalqinit është edhe mbetja e ujit. Shalqini do ju ndihmojë në luftën kundër problemeve të radikaleve të lira dhe do ta ndihmojë organizmin tuaj në këtë aspekt. Shalqini përmban në likopen, citrulin, vitamina E, kombinime efektive në luftën kundër problemeve radikaleve të lira. Shalqini është i mirë për shëndetin e zemrës. Disa lëndë ushqyese që gjenden te shalqini do t'i dhurojnë trupit të gjitha elementet më të rëndësishëm në luftën kundër komplikacioneve dhe rritjen e shëndetit të zemrës. Ai do të zvogëlojë gjithashtu edhe dhimbjen tuaj të muskujve. Citrulin, që gjendet te shalqini, është një burim shumë i mirë i shtesave dhe uluntimet kanë treguar se thithja e saj është efektive, të konsumohet gjithashtu si një përbërës tek lëngu i shalqinit. Rezultatet që do të merrni në këto raste do të jenë mbreslënse dhe do të lehtësoni gjithashtu problemet e tyre. Shalqini është i pasur me nivele më të mira të antioksidantëve. Shalqini është i pasur me antioksidantë të tillë si vitamina C, likopeni, të cilat ndihmojnë gjithashtu edhe në lehtësimin e inflamacioneve dhe dëmtimeve oksiduese. Studimet sugjerojnë se shalqini mund të fillojë edhe si një mburojë mjaft e mirë në betejën kundër problemeve të Alzheimerit dhe të parandalojë gjithashtu degenerimet makulare të lidhura me moshën. Shtimi i shalqinit në vaktet tuaja ditore do të jetë një mburojë e veçantë ushqyese për shëndetin dhe do të lehtësoni gjithashtu komplikacionet e tij. Ekspertët shtojnë se shalqini është i mirë për organizmin dhe si i tillë duhet të konsumohet brenda normës së rekomanduar. Kështu përfitimet për shëndet do të jenë mjaft mbreslënse në dobi të vlerave të trupit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Shtimi i shalqinit në vaktet tuaja ditore do t'i bëjë shumë mirë shëndetit të flokut dhe të lëkurës. Shalqini është i pasur me vitaminën A, vitaminën C, e rëndësishme kjo për shëndetin tuaj të lëkurës dhe të flokëve. Vitamina C do të ndihmojë trupin në prodhimin e kolagjenit, një proteinë që jep elasticitetin e munguar lëkurës dhe e bën atë gjithashtu edhe më të shëndetshme dhe më të mbrojtur për organizmin. Ndaj konsumi i tij në mënyrë të rregullt në dietën tuaj mund të përkthehet si një nga mburojat më të mira për shëndetin edhe lehtësimin e komplikacioneve. Ekspertët shtojnë se shalqini është i mirë për shëndetin dhe si i tillë nuk duhet të mungojë asesi në dietën tuaj ditore. Ai është i pasur me vitaminën A dhe vitaminën C, të rëndësishme këto për mbrojtjen e lëkurës dhe parandalimin e problemeve të rënies së flokut. Rezultatet që shalqini do të japë në shëndetin tuaj do ta kthejnë atë në një prej elementeve më të mirë bazë në parandalimin e komplikacioneve që i kanosen kështu shëndetit tuaj të lëkurës. Shalqini është i mirë për shëndetin dhe si i tillë duhet të jetë pjesë përbërëse e dietave tuaja gjithashtu edhe në ditët e nxehta. Nëse jeni në një betejë të vazhdueshme për një lëkurë të shëndetshme dhe të bukur, ose thjesht doni të konsumoni më shumë shalqinë në dietën tuaj, atëherë përgatituni të merrni këto përfitime. Sipas ekspertëve të Curej.com, vitamina A tek shalqini do të ndihmojë që të keni një shëndet më të mirë, inde më të forta të trupit dhe të parandaloni komplikacionet. Ndaj shtimi i tij në dietat tuaja ditore do të ofrojë një mbrojtje më të mirë për shëndetin tuaj të lëkurës. Ekspertët thonë se shalqini është i mirë për organizmin dhe një i rritur duhet ta ketë pjesë përbërëse të dietave të tij, pasi mund të ndihmojë shumë shëndetin tuaj të zemrës dhe të parandalojë komplikacionet. Shtimi i shalqinit në vaktet tuaja ditore do të luajë një rol pozitiv për mbrojtjen e organizmit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë.
të mos zhvendësojë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.